Në fshatrat Poveçë dhe Darzez të komunës Dërmenës ka pasur probleme me keq menaxhimin dhe keq përdorimin e ndihmave humanitare për banorët e përmbytur. Kështu janë shprehur përfaqësuesit e komunitetit të zonës. Sipas tyre janë trajtuar me ndihma familjet që nuk janë të përmbytura dhe nuk janë në nevojë dhe kanë ngelur pa ndihma banorët e dëmtuar. Sipas banorëve të fshatit Poveçë, subjektet politike të cilat kanë dhënë ndihma në zonat e përmbytura kanë angazhuar militantë dhe simpatizantë të partive përkatëse të cilët kanë abuzuar duke i keq shpërndar ato. Një kuti ka marrë vetë në shpi. Kush e ka dhënë? Tani që më vi. Atje e mara, te gardi atje. Se çfarë ndihmë ishte? Nda keq ndihmë apo s'ka? Keq andare, kush ka marrë? Domo të tërë kush s'ka marrë fare. Kanë marrë, po sot ka janë futur rrugë të mbarë, si me të ndarë. Se këto ditë e tjera, mori shapur përve në vojë Kalamaj. Unë pa të rrëmë, se që futu që këta partive, futu që seksion të partive. Kanë ndihmat e bashme. Tashi shumë pak. Me tarafë. Kështu janë ndarë parë, Po. Kam dhe unë 2 fëmijë për të ushqyer. Jam me përmbytur ka sollë. Nuk janë ndarë me vejtë. Si janë ndarë? Janë ndarë këtu me kërmetu, pa komision, kush dilë aty, shpërndajshë. Për t'i dhënë fund abuzimit me shpërndarjen e ndihmave për banorët e zonave të përmbytura të fshatrave Poveçë dhe Darzez, kryetari i komunës Dërmenës Viktor Fasko e shprehur për televizion Apollon se po ndryshohet forma dhe modeli i shpërndarjes së ndihmave. Sipas tij, ndihmat do të trajtohen vetëm familjet e përcaktuar në listën e komisionit të pushtetit lokal, kryefamiljarët e cilave me kartën e identitetit do të trajtohen me ndihmat e përcaktuara. Gjitha ndihmat që kam ndarë janë shumë transparente, janë të firmosura dhe me numër karte siç po veprojmë tani në Poveçë. Ne sot vetëm në fshatin Poveçë, sepse kemi pasur të dhëna sigur ka pasur abuzime. Unë sot kam ndarë rreth 70 dënje bari, 70 pako me nga 50 kg ndihma së bashku me kryqin e kuq dhe mbrëm përsëri kam ndarë 120 dënje bar me familje të cilat i kam të dokumentuara me numër karte dhe të firmosur nga vetë personat që kanë marrë. Komunë Dërmenës do bëhet transparente plot për të gjitha ndihmat që do ndahet dhe nuk do të lozë askush në kurrizë atyre banorëve të cilët janë përmbytur dhe janë në një gjendje shumë dramatike. Ne nuk po bëjmë asnjë lloj dallimi të djathtë apo të majt, prandaj dhe partitë politike do të bëhen bashkë për të ndihmuar këta njerëz e jo të bëjnë politikë në kurrizë të këtyre banorëve. Sipas kryetarit të komunës Dërmena, zotit Fasko, do të marrë fund përdorimi i ndihmave për interesa politike të partive që qeverisin vendin dhe atyre në opozit, të cilat sipas tij në shumë raste i kanë përdorur ato për fushat elektorale. Sipas kryekomunalit të Dërmena, si zotit Fasko, me mënyrën e re të shpërndarjes së ndihmave humanitare, gjatë ditës së sotme kanë përfituar 190 familje, të cilat kanë marrë rreth 200 pako me bazë ushqimore për bletorin dhe 170 me paketë ushqimore ku përfshihen edhe 300 çadra.